si në çdo sëmundje, si në çdo specialitet tjetër, edhe në sëmundjet e reumatizmale vlen i njëjti parim. Parimi i kohës. Koha e dur është çelësi i suksesit. Le të themi që për shumë sëmundje, ose pothuajse për gati të gjitha sëmundjet, zhvillohen në 2 etapa. Etapa ku dëmtimet janë të rikthyeshme dhe etapa ku dëmtimet janë të parikthyeshme. Nëse ne ndërhyjmë në etapën e parë, shanset për sukses janë të larta. Çfarëdo gjëje që të bëjmë në etapën e dytë, shanset për sukses janë të diskutueshme. Pra, ka një shprehje në latinisht, tempus rectum, terapia recta, trajtimi i duhur në kohën e duhur. Pra, sa më herët të ndërhyet, sa më herët të vendoset diagnoza, aq më e sigurt është edhe efikasiteti ndaj trajtimit.